Allahu dhul jalal në Kur'an thot: "Wal kadhimin al gaidha wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Ata të cilët e mshefin idhnin dhe ja falin njerëzive gabimin për hir të Allahut dhul jalal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kush o ai njeri që sprovohet me dikend dhe ai ka mundësi ti hakmerret, por ja falen për hir të Allahut dhul jalal, Allahu dhul jalal do t'ja falën ditë kiametit shumë gjunahe. Pse? Ja ka fal për hir të Allahut. Ka pas mundësi ti hakmerret, por ja ka fal për Allah. Te ne shqiptarët, me konë që dikush ngatrohet me një fukara, kur s'ja fal. Me konë që ngatrohet me dënjo pak ma i pasur, ma kallabëllëk, me i fort, thot fal, ja kun fal, ja ke fal. Se ja ke fal Allahut, ja ke fal që tërkuj. Ajo për Allah është t'ja falish ati që mund t'i hakmeresh, ajo është për hir të Allahut. Ndërsa ati që ka s'mund t'i bësh, ati ja falën. S'mund t'i bësh ballë, ja falën.